Mbushja bombulave të gazit jashtë kushteve teknike të certifikuara zyrtarisht është rreptësisht e ndaluar dhe përbën rrezik të lartë për sigurinë publike. Paralajmërimi vjen nga drejtori i repartit të zarfikësve në Shkodër Agim Ponari, i cili bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm, sidomos gjatë periudhës së dimrit kur konsumi i gazit rritet ndjeshëm. Nuk e përjashtojmë këtë. Ne kemi inspektora që dalin në terren, nuk kemi konstatuar që mbushin bombla. Mund të marrin bombla të gatshme i tregtojnë, por jo që bëjnë mbushje aty. Sepse është kundër ligjit, nuk lejohet kjo. Nëse zinën do të marrin penalitetin që i takon sipas ligjit. Mesazhi i specialistëve të zarfikësve është i qartë: qytetarët që përdorin gaz të lëngshëm duhet të blenë dhe mbushin bombulat vetëm në pikat e certifikuara zyrtarisht. Jap një mesazh që të shkojnë të marrin bomblat, mbushin bomblat aty ku janë të licencuara. Në pika që janë të licencuara për mbushin e bomblat dhe porosia tjetër është që mos përdorin bombla 5 litroshe. Ato janë shumë të rrezikshme për të shkaktuar zjarre dhe shpërthime. Nuk do të mungoj as gjatë dimrit gatishmëria 10 automjeteve zarfikse në Shkodër dhe personelit për të ndërhyrë në raste emergjente, por parandelimi është thelbësor dhe ai fillon me respektimin e rregullave teknik nga të gjithë, thekson drejtori i repartit të zarfikësve. Ai përsërit apelin ndaj subjekteve tregtare që operojnë me gaz që të respektojnë rreptësisht standardet e sigurisë, ndërsa qytetarët që të mos pranojnë asnjë shërbim nga persona apo pika të paautorizuara.